Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 28 gusht 2026. Kemi një ditë të vështirë në plan parë, të vështirë me kuptimin e fjalës, një ditë shumë e fuqishme e gjithë muajit. Sot kemi eklipsin hënor në Peshk, në orën 6:14 të mëngjesit, dhe vetëm pak minuta më vonë në orën 6:18. Sipas orës tonë, kemi hënën e plot në Peshk. Ky është kulmi i dytë i eklipsit të gushtit që aktivizon fuqishëm boshtin Peshk-Virgjëresh. Nëse eklipsi diellor i 12 gushtit, që ishte më parë në Luan, hapi një kapitull të ri rreth zemrës, krijimtarisë, egos dhe dukshmërisë. Ky eklips hënor në Peshk sjell kulmin e emocional, zbulime, përfundime, çlirime dhe ndërgjegjësime të thella. Peshqit lidhen me ndjeshmërinë, shpirtin, intuitën, ëndrrën, besimin, mëshirën, sakrificën dhe padukshmërinë, dhe gjithçka që nuk futet lehtë në logjik. Virgjëresha përballë kërkon rregull, analizë, punë, detaje dhe realitet. Ky eklips na vendos përballë pyetjes: ku duhet të dorëzohemi dhe ku duhet të vendosim kufi? Ku duhet të besojmë dhe ku duhet të kontrollojmë faktet? Kjo po shërben me dashuri dhe ku po sakrifikojmë veten. Dhe kjo do thot ndikim, kjo do thot rëndësi. Më të ndikuar janë Peshqit, Virgjëresha, Binjakët, Shigjetarët, dhe ndikimi më i madh janë të 10 digjit parë, të 10 digjit të tretë dhe ndryshimi më i madh që vjen me këtë eklips. Për Peshqit ky është kulmi personal, emocional dhe fizik. Për Virgjëreshën marrëdhëniet, partneritetet dhe kontrata. Për Binjakët në karrierë, në familje dhe ndikime të mëdha të papritura për ata që janë në diasporë dhe në çështjet ligjore personale. Për shigjetarët, boshti shtëpia, karriera dhe familja. Dhe kjo do thot ndikimi më i madh që ndodh. Për sa i përket mënyrës që gjërat vijnë, ka një nga ndikimet, për shembull shenjat e ujit, gaforja dhe akrepi, që mund të përjetojnë më shumë emocionalisht, ndërsa shenjat e tokës, demi, britsjapët, që mund ta përdorin me qartë praktik dhe ndikim të madh që vjen pas tyre. Në të njëjtën ditë kemi edhe ndikimin e rëndësishëm, dielli dhe Mërkuri në Virgjëresh krijon një ndikim shumë të madh me Uranin në Binjak. Kjo bën ditën edhe më të paparashikueshme. Mund të kemi lajme të papritura, ndryshim plani, tensione komunikimi, ndërprerje, keq kuptime, çështje në lidhje me teknologjinë, kjo thoret në ndryshime të tjera, se nuk ka lidhje me atë çka është në një farë mënyre për arsye të punës, për shembull, në lidhje me karrierën ose të shtaksur diku dhe nuk vete, por gjithsesi kjo është mbetet për të parë për anë të tjera, sepse lidhet edhe me fuqinë dhe ndikimin e madh që ka të bëjnë tani e tutje. Por gjithsesi kërkohet kohë dhe marrje vendimesh të rëndësishme. Prandaj do të pasosh edhe kujdes në këtë dëshim. Kjo përsërisht me 10 ditën e parë, për disa çështje të vogla. Kjo është ditë shumë e fortë për zbulime që mund të dalin një e vërtet. Mund të mbyllet një cikël, mund të kemi disa marrëdhënie në lidhje me punën, karrierën, dokumenta në gjendje emocionale, por nuk është ditë për të vepruar me nxitim. Eklipset hënore sjellin emocione që janë shumë të arta, por në anën tjetër Urani shton nervozizmin. Dhe kjo do thot ndikim, kjo do thot stabilizim. Mund të kenë disa deklarata, zbulime të papritura që lidhet shumë me ndikimin, por edhe ribashkime që duhet shumë kujdes. Nëse ka sinqeritet dhe qartësi, mund të hapet dialog. Nëse ka mjegull, mund të përsëritet e njëjta dhimbje. Për përpozim më mirë të mos zgjidhet kjo ditë, sepse eklipsi sjell shumë ngarkesë emocionale dhe në emocione sipër mund të prishet disa ekuilibra. Dhe kjo na jep një farë mundësie ose na kujton që nuk duhet marrë vendim në kohën që nuk jemi të gatshëm ose nuk kuptojmë. Por në nënshkrim marrëveshje, për shembull, blerje të mëdha, investime, transferime financiare dhe vendime ligjore, dita kërkon shumë kujdes. Kurse me diellin dhe Mërkurin, ndikimi më i madh që është këto janë mbasdite, domethënë ka ndikime shumë të madh. Duhet shmangim vendime emocionale, debate, nxitime, konflikte, komunikime, gjëra të kësaj natyre. Mirë është që neve këto gjëra ti anashkalojmë. Do ishte mirë për ne, prandaj mos u shqetësoni, se çdo gjë ka një kufi,
çdo gjë ka një rregull, prandaj janë disa gjëra që lidhen me anën dhe pozicionimin e planeteve. Tani para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, por njëkohësisht dhe të kujdesshme, unë ju rikujtoj për juve që interesoni për parashikimet e tajura, kemi pikërisht këtu, kemi faqen roz astrologu.al dhe me ndikimet që kanë të bëjnë në lidhje me anën dhe pozicionimin e planeteve, jepet mundësia dhe koha, jepet vazhdimësia dhe dituria, por gjithashtu është një nga mundësitë dhe koha më e artë e që ndonjëherë mbi stabilizimet, mbi konkretizimet, mbi mundësi që vinë nga ndonjëherë, mos themi sepse çfarë mund bëhet, por arsyeja ose koha që ndodhin disa gjëra ndodhin për një arsye. Por megjithatë, edhe pse kjo periudhë është një nga periudhat më me ndikim ose disa gjëra që nuk janë ashtu siç duhet dhe neve presim, jemi në pritje për stabilizimin ekonomiko-financiar, për një çështje mundësie apo diçka, duhet pasur kujdes edhe ose ta që do dalin gjërat papritura. Kjo varet nga shenja e individi pastaj dhe nga individi në bazë të hartës së tyre personale ose ka qenë një vend kyç. Edhe këtu është bërë një zamallahi për fajin e të tretë dhe jo për juve, por për ata që kërkojnë gjëra të tilla, kemi astrologu.al dhe atje mund të shikoni se si të merrni një parashikim privat, personal, profesional në privat dhe atje pastaj mund flasim, mund dërgoni një email tek sekretaria tek www.astrologu.al. Atje ose keni pas një ndarje ose doni të ribashkim si funksionon, si na duhen sa të dhëna, për shembull, kur jeni ndar, kur ka ndodhur fenomeni, kur keni qenë bashkë, edhe kohën që ju jeni tani merren 3 harta në një kohë dhe a është për juve apo s'është për juve. Këtë mund bëjmë. Nuk bëjmë çështje magjike, ta kuptoni këtë gjë, se s'ka lidhje fare, biles këto janë gjëra, domethënë, jo magjira, jo idiotizma, domethënë, dhi lekët nga qielli. Këto janë gjërat më të ashtu, domethënë, këto që bëjnë to gjëra të tilla. Por gjithsesi, keni aty mund shikoni te sekretaria, dërgoni emailin tuaj dhe flasni në WhatsApp për hollësira. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë, fillojmë me shenjën e parë që do thotë shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket që kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë lidhje me ekonominë, lidhje me vendime, ndryshime dhe mundësira që ju e keni. Por gjithsesi, ka diçka mjaft të mirë tani e tutje në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet të mëdha që vinë. Por gjithsesi, kjo kohë është një periudhë ku çdo gjë ndodh, çdo gjë arrihet fal zgjuarsisë dhe maturisë suaj, por gjithsesi koha tregon që jeni me fat në këtë aspekt dhe nuk ka vend për të dyshuar ose disa gjëra në fushën ekonomike, kurse në dashuri pa kujdes me dash. Pra dash me dash dhe diçka e dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Përsa për këtë shenjës së demit, duket se keni një mundësi, një kohë shumë përshtatshme mbi stabilizim dhe gjërat konkrete që keni tani tutje, është mundësia dhe periudha më e mirë e mundshme për ekonominë dhe stabilizimin e saj. Duke pasur parasysh një nga periudhat më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse lidhet me ekonominë, lidhet me punën, lidhet me vendimet që merrni, sepse juve të kësaj shenje i keni mundësitë, demi është në anën e tij më të mirë të mundshme. Dhe vazhdimësia, jeni shumë korrekt me punën, shumë korrekt me gjërat që do të bëni dhe është në momentin më mirë i mundshëm tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me ujor dhe luan është ideale. Vijojmë me shenjën e radhës, që do thotë binjakët. Për sa përket binjakëve, meqenëse binjakët duket se tani tutje është një mundësi shumë e mirë, është një çështje mjaft pozitive, shumë korrekte në anën tuaj, në momentet që janë më pozitive dhe më ideale, janë vazhdimësia dhe koha e duhur për nisma të reja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me vijgjë dhe dishit parë dhe me ujorët dhe dishit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforës. Përse përket gaforeve, meqenëse gaforet tani tutje kanë momentin e duhur, kanë kohën dhe ndikimi, plotësimi, dëshirës suaj. Dhe është një nga momentet më të mira të mundshme, e keni mundësinë, kohën për nisma të reja. Kur kjo do thotë ndryshim, do thotë ndikim, do thotë një mundësi shumë e mirë dhe është arti, është momenti dhe koha e duhur për nisma të reja. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe ujor është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për sa përket luanëve, luanë duket se tani tutje është një kohë që përcaktuese ndryshimet që kanë bënë tani tutje janë disa ndryshime shumë pozitive dhe për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës, se keni karrierën në fakt, edhe kjo është një nga
ana më pozitive dhe pozicionimi i planeteve, që ju jep mundësinë dhe kohën. Ana dhe korrektësia juaj është një nga momentet më të arta pozitive. Mënyra se si keni gjërat, nuk e diskutoj për punën, për karrierë. Luanët gjithmonë kanë qenë që, nuk e diskutoj këtë, por kujdesi kërkohet. Në çështje që lidhen me një takim ose një udhëtim, supozoj një udhëtim të rëndësishëm, është koha juaj. Dhe kjo është plotësimi i dëshirës suaj dhe e keni dhe si kohë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dem, është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat të duket se kjo periudhë na ndihmon, që ne vetë ecim përpara, na ndihmon për të rregulluar, stabilizuar gjërat tona. Por në anën tjetër është momenti, është periudha stabilizimi, konkretizimi i gjërave të mëdha. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj jeni në anën tuaj më të mirëmundshme. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dëmtë të ditës parë, me ujorët të ditës tretë, përgatituni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për peshore tani e tutje është momenti, është koha, vendosmëria për punën edhe për ndryshimin. Për ndryshimin nuk vend dyshim unë sepse keni mundësinë ju. Është një nga momentet më të mira dhe pozicionimi planetar që jep mundësinë, jep kohën dhe vazhdimsinë, është një periudhë shumë e mirë dhe shumë pozitive për punën, për karrierën, për ndryshimet e mëdha dhe për juve në fakt mirë do ishte, nuk këshillohet risk, do të thotë riskoni për gjëra që nuk është koha tani. Gjithsesi juve keni mundësinë sepse është peshorët din shumë mirë çfarë bëjnë në anën ekonomike financiare dhe në biznes. Kurse në çështje shpirtërore lidhet me dash është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për akrepët, në fakt akrepët duket se janë në anën e tyre në pozicionimin më të mirë planetar. Një ndryshim shumë i madh do bëj diferencën për juve të shenjës akrepit në fushën e karrierës. Në fushën e dashurisë duket se me binjak është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët është mundësia, është momenti, është periudha kur gjërat ndodhin, kur gjërat arrihen, suksesi me garancinë dhe mundësinë që juve keni, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për juve, por edhe ndryshimet e tjera që do të keni tani në tutje. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë të ditës parë, me ujorët të ditës tretë, është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për bricjapët duket se kjo është një periudhë mjaft ndikuese, mjaft me ndikime të mëdha ekonomike, por nga anën tjetër kërkohet vëmendje. Vëmendje në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshim, në lidhje me vendime të mëdha që vijnë. Prandaj kërkohet vëmendje dhe kujdes, mos u nxitoni në marrje vendimesh të rëndësishme. Por gjithsesi, meqense juve ndikoni shumë nga shenjat e ujit, sepse kemi eklipsin hënor në shenjë uji që janë tek peshqit, por juve keni gaforën përballë, kërkohet pak vëmendje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshorë është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Ujorët duket se kanë kuptimin e jetës, të vendimeve që ata marrin, një periudhë mjaft e mirë stabilizimi çështjet konkrete në anën e tyre, një mundësi shumë e mirë, mundësi e ardhë, do ta thosh ekonomike, financiare, lidhje me biznesin dhe karrierën. Momentet të arta që keni tani tutje janë në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dem dhe me akrep është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqve. Për peshqit duket se sado që gjërat janë në anën tuaj, nuk e diskutojnë këtë ndryshim, sepse është arsyeja dhe puna, karriera, ndryshimi, është ndryshimi më i madh që ju bëhet. Prandaj e keni mundësinë, prandaj jeni aty ku jeni, keni disa gjëra që janë mjaft pozitive dhe mundohuni që të mbani këtë ritëm, këtë periudhë. Ku është një nga periudhat më të arta, ku është një nga periudhat më ndikume dhe më pozitive. Vini veshin, mos e lini pas dore, sepse është koha juaj, është momenti juaj. Peshqit gjithashtu kanë ndikim shumë mirë në fushën e tyre të karrierës dhe të biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me bricjap dhe me gafore, është perfekte. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, të veçantë në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet të mëdha që vijnë. Para se të ndajmë bashkë, më kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për pashkrim të detajuar, atëherë kemi pikërisht astrologu.al. Faqja roz shkon atje dhe atje mund të shkoni gjithçka ju që dëshironi. Nëse nuk e gjeni veten atje,
atëherë mund të flasim në detaje për gjithë çka ju intereson në anën tuaj dhe në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, apo gjërat e tjera, mund të flasim bashkë në Viber apo WhatsAppit duke dërguar email tek sekretaria. Nga një Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.